Ngjarja e ndodhur mëngjesin e së mërkurës në fshatin Kërqish të Maqelares në Dibër ka sjell detaje të reja lidhur me operacionin policor për kapjen e një personi të shumë kërkuar, i cili përfundoi me plagosjen e një efektivi të forcave speciale shqiponja. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Dibrës, incidenti ndodhi gjatë momentit kur forcat e rendit hynë në një banesë trekatëshe për të arrestuar Klodian Llomin, Mazari, 35 vjeç, i konsideruar nga autoritetet si person me rrezikshmëri të lartë. Gjatë ndërhyrjes policore, efektivi Gjentian Meda është rrëzuar aksidentalisht nga muri rrethues i banesës, duke pësuar dëmtime të rënda në kokë. Një banore e zonës, e cila ishte ndër të parat që e gjeti policin të shtrirë dhe të gjakosur, tregoi se ai mund të kishte rënë nga lartësia pak kohë përpara se të zbulohej nga banorët. Tha, "Oh, vdiqa, ishte i gjakosur dhe i shtrirë mbi gur. Zoti e shpëtoft, mund të ketë rënë më herët, ndoshta rreth orës 6 të mëngjesit", u shpreh ajo. Fillimisht efektivi i plagosur u dërgua për ndihmën e parë në spitalin e Peshkopis, ndërsa më pas u transportua me helikopter drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Në momentet e para të raportimit pati dyshime se polici mund të ishte shtyrë nga 35 vjeçari apo se ishte përdorur armë zjarri, pasi banorët kishin dëgjuar krisma në zonë. Megjithatë, këto dyshime janë hedhur poshtë nga policia, e cila sqaroi se plagosja ndodhi si pasojë e një rrëzimi aksidental. Gjatë operacionit, policia arriti të arrestoi Klodian Llomin, i cili akuzohet për disa vepra penale, përfshirë organizat kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafikim të lëndëve narkotike. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e apelit në Shqipëri kishte njohur vendimin e gjykatës së apelit në Rom, në bazë të cilit duhet të vuaj edhe 6 vite, 7 muaj e 2 ditë burg. Dosja me materialet procedurale i është dërguar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër për vijimin e veprimeve ligjore.